Si jemi përsëri së bashku në emisionin ton Koha për të zgjuar. Si gjithmonë në fillim ju njohim me titujt në faqet e para të disa prej gazetave të përditshme, të atyre që mbrin në studion ton çdo mëngjes. Gazeta shqiptare çelet me titullin Vrasja Elton Çiços në pranga bashkëpunëtori. Negociatat e familjarëve me policin. Dorëzohet Renato Miloshi. Vrasja Elton Çiços, 37 vjeçari dyshohet se shoqëroi autorin me makinë. Si nisi historia e konfliktit mes palëve në burgjet e Greqisë. Intervista. Bamir Topi, jo qeveri teknike, sigurinë e votës e garanton ligji. Partia Demokratike të ajroset nga kadavrat politike. Mazhoranca po qeveris me psikozën që nga qasti në qast mund të prishet. Janë disa citime nga intervista e Bamir Topit dhënë gazetares Valentina Madani për Gazetën Shqiptare. Prenga lë mandatin. Piroli i Partisë Socialiste e marrë unë, pasarsi në listë, do të plotësoj formularin e dekriminalizimit. Deputeti Prenga i çon letër Metës, dorëhiqen për hir të qetësisë familjare. Darina Tanushi sjell më tepër hollësi për këtë çështje të politikës. 11 dokumentet, leja për shtesa dhe meremetime, si ta merrni për 45 ditë. Nga Adri Nurellari botohet opinioni ditës me titull Paradoksi i demokracisë me shqiptarët e Malit të Zi dhe Maqedonisë. Nga Fitnet e Gruda, unë protestoj kështu. Maqedoni, Zajev dorëzon 67 mandate, gati qeveria e re me shqiptarët. Forumi Musliman, raporti, ja si diskriminohemi në komisariate, nuk jemi terrorist. Pronat në Korçë dhe Pogradec, statusi për çdo dosje në Agjencinë e Trajtimit të Pronave, lista emërore dhe problematikat botohen në brendësi të Gazetës Shqiptare. Libri, intervista, histori, kulturë dhe emancipim. Monika Shoshori Stafa sjell kod. Shoqëria e sigurimit të jetës Sikret shpërndan fondin për rreth 600.000 euro të sigurimit të jetës me kursim. Përfitojnë 250 punonjës të kompanive private. Janë të gjithë titujt e faqes së parë të Gazetës Shqiptare. Gazeta Panorama flet Ministri Klosi. Vendimi i ri, ndryshon përfitimi për pensionet. Ministri Klosi sqaron kategoritë që përfitojnë nga vendimi i ri për pensionistët, si do llogaritet shtesa në mars dhe rritja për pensionet e ushtarakëve. Me protestuesit pas mesnate, çfarë ndodh në Çadër? Basha nuk ka veting me Ndokën, Prengën dhe Frokun. Rama për protestën, absurde kur e krahasojnë me Rumaninë. Kryeministri me studentët. Ministri Financave Ahmetej, pakti i ri me Fondin Monetar Ndërkombëtar, morëm 317 milion euro. Rrëfimi vllait të Dritoroa Gollit, më thoshte që e merrte vesh i fundit kur arrestohej ndonjë shkrimtar ose artist. Dritoroi ka ndihmuar Zogajn dhe Markun, si e refuzoi Berishën për t'u antarësuar në Partinë Demokratike. Historia, kur mblidhej elita e Tiranës, te Kursali dhe Europa. Një opinion nga Fatos Lubonja mban titullin Çadra e Bashës dhe nevoja për Republikën e dytë. Nga Çapajev Gjokutaj, pislëk politiko-mediatik. Nga Luciano Boçi, shoqëri civile apo civilët e dikurshëm, janë titujt e faqes së parë të Gazetës Panorama. Në brendësi të Gazetës Panorama sot është suplementi i Shëndeti. Si ndikon regjimi ushqimor për diabetin në moshën e tretë, është titulli që veçohet nga ky suplement në faqen e parë të Gazetës Panorama. Gazeta Shekulli, hipoteka, ndryshon kalimi i pronësisë. Procedura e re, rastet kur rishikohen kufit dhe ballafaqimi për mbivendosjet. Shmanget paraqitja në sportele, 15 ditë për të marrë certifikatën. Vendimi surprizë, Shqipëria merr pjesë në lojrat olimpike të vendeve islamike. Viron Bezhani, do të përfaqësohemi me 7 sportistë. Shqipëria antare konferencës islamike prej 25 vitesh, por nuk ka marrë pjesë. Zharza, në grev na bën presion, ndaluan 60 vetë. Protesta, banorët e zonës vdesin që 57 vjeç. Prokuroria nis hetimin e bankers, qeveria vendos dëmshpërblimin. Bojkoti opozitës, tensione në grupin e Partisë Socialiste. Ruçi urdhëron deputetët, mos dilni jashtë vendit. Ekzekutimi të Del Niro, vrasja Elton Çiços, dorëzohet Renato Miloshi. Reportazhi në Fier, si po zhduken arat e mbjella me grur në Shqipëri. Alarmi, e mbjellim grur dhe na del thekër.
fara me e keqe në 30 vitet e fundit. Problem importi dhe kostot nga plerat të punimi. Polikron Qelo, 2 llojet e infeksioneve të fëmijët, shenjat, kurimi dhe çajrat, janë titujt e faqes së parë të gazetës Shekulli. Gazeta Mapo, vendimi, bankers në telashe, prokuroria rihap hetimet, qeveria hap thesin. Prokuroria e Fierit nis 2 procedime penale për ngjarjet në Marinës 2 vjet më parë dhe ato të dhjetorit të vitit kaluar në Zharës, kundër kompanisë Bankers Petroleum. Fontanat e gazit në Marinës që futën në sherr ambasadorin Ludhe Lalla. Qeveria vendosi po dje që të dëmshpërblejë në masë 100% banesat e shkatruara. Dekriminalizimi, 4 të tjerë në radhë pas ikjes së Prengës. Dorheqja Armando Prengës, ndërsa shqyrtohej kërkesa e prokurorisë për të hequr mandatin, hap radhë për 4 dosje të tjera, ndërsa deri tani nga kuvendi janë larguar 5 deputet. 4 të tjerë kanë dhënë shenjat e gishtrinë dhe presin verifikimin. Përplasja, Basha, Rama nuk e do vetingun. Rama, drejtësinë e kanë kriminalët. Kryetari i Partisë Demokratike Lulzim Basha në fjalimet e mbajtur dje në çadrën e protestës të opozitës i ka cilësuar si fars apelet e vazhdueshme të kryeministrit Rama për votimin e ligjit të vetingut. Ngërç është cikli i karikaturave nga Bujar Kapeqiu, karikaturë e radhës me bandiqiturën Respekt kushtetues. Editoriali sotëm është shkruar nga Arjan Çuri, titullohet Partia Demokratike duhet të ngrejë një çadër shumë më të madhe. Nga Fabian Zhilla, organet e vetingut, si mund t'i shpëtojmë? Nga Armand Shkullaku, Erion Veliej, një karikaturë për vetingun. Një opinion nga Alfred Sereqi mban titullin Unë dhe Berisha jemi inde që nuk pajtohen imunologjikisht. Vera Bekteshi në shkollën dimërore të Universitetit Evropian të Tiranës. Kompromise në jetë edhe bëhen, por dia të jep fuqi. Në brëndësi gazetës Mapo, sot është suplementi Mapo Ekonomi, Forumi Ekonomik i Tiranës, kërcënimi nga populizmi, a ka një rrezik real në vendin ton, janë titujt e faqes së parë të gazetës Mapo. Gazeta Telegraf, drejtoresha e shkollës në rrjetin e trafikut të drogës. Ditët e fundit ka nisur hetimi ndaj një titullare të arsimit, emri së cilës ka dalë pas arrestimit të një rrjeti të trafikut të drogës. Hetimet janë në fazën intensive dhe pritet prangosja antarëve të tjerë të grupit. Fondet publike gjah abuzimesh për zyrtarët. Ministria e Brendshme tender 1.6 miliard lek për të marrë makina me qera. Ujësjellësi i Tiranës 800 milion lek naft nga faturat e ujit të qytetarëve. Shëndetësia nuk ka të ngopur, edhe 1.5 miliard për maternitetin e Korçës. Një opinion nga Frank Shkreli mban titullin Siguria e gazetarëve në agjendën e Organizatës së Kombeve të Bashkuara. Nga Bardyl Berberi, Shqipëria, një kazino fati. Operatori i shpërndarjes së energjisë elektrike investon në zona turistike. Rama, Gjiknuri dhe drejtori Ardian Çela përurojnë investimin $4 milion në stacionin e Lezhës. Vetingu dhe antarësimi në Bashkimin Evropian. Kreu i Kuvendit Ilir Meta pret bashkëreporterët e Komisionit të Monitorimit pranë Këshillit të Evropës. Studimet në Evropë. Spanja ofron mundësi shkollimi vetëm me €300. Kriteret, regjistrimet dhe viza studentore. Auditimi publik në shërbim të qytetarëve. Kreu i Kontrollit të Lartë të Shtetit, Bujar Leskaj dhe titullarët më të lartë të institucioneve bashkëpunuese zhvillojnë analizën vjetore në Universitetin Ismail Qemali në Vlorë. Politika e ditës, Sazan Guri, bankersi, kompania që ruhet nga shteti. Miltiad Muçi, prallat e ministrit për kanabisin. Entela Kolaj, me zemër tek çadra e lirisë. Intervistë me Gjergji Ruli, kreu i Federatës Shqiptare të Atletikës, në Beograd për të qenë një hap përpara politikës. Në garat e kampionatit evropian, Luiza Gega dhe Izmir Smajlej do të triumfojnë. Në brendësi gazetës Telegraf sot është suplementi që sjell titujt Qeveria shkrin tatimet e Delvinës dhe godinën ja jep rilindjes për zyra elektorale. Kura gjermane për arteriet e bllokuara, gurët në veshka, kolesterolin e lartë dhe forcimin e zemrës, problemet nervore tek të sëmurët me diabet dhe prekja organeve, migrena, rrezik për tromboz, janë titujt e faqes së parë të gazetës Telegraf. Gazeta Dita çelet me titullin
Mjerimi i një Dordoleci është një analizë nga Viktor Malaj, tutori i lullëzimit, ose Republika e Re e një mashtruesit të paskrupullt. E është të quajtura Republike Vjetër e falsifikimit dhe dhunimit të zgjedhjeve, e gangsterizmit politik dhe drogës, është Republika e themeluar nga ati i tij shpirtëror dhe ka si bazë ideologjike, morale dhe praktike berishizmin. Pash videot e seksit të ministrave të hoteli i Balilit, intervista Ylli Manjani, videot më kanë në duar dhe ishin të shërbimeve sekrete. Kujtimet e Hasan Halilit, unë ministri pa portofoli fajdeve të vitit 1997, drafti qeveritar për shpërblimet në Zharës, projekt vendimi plot. Renato Miloshi, lajmi fundit, ndihmoi vrasësin, dorëzohet në polici djali Hysni Miloshit. Djali ish kryetari të Partisë Komuniste dyshohet se ka qenë bashkëpunëtor i autorit të vrasjes së shtetasit Elton Qiço. Pretenca, dënimi, 6 jetor punë publike për studentët që qelluan Ramën me vezë, kërkesa e prokurorisë. Këto janë titujt e faqes së parë të gazetës Dita. Gazeta Koha Jon çelet me pyetjen kush kërcënon Romana Vlahutin. Kur ministri Samir Tahiri hidhej si Selam Musai mbi policinë e Berishës, por sikur demokratët të hidhen më larg se Tahiri mbi policinë. Ngre pikpyetjen mbi këtë fotografi të marrë nga arkivi Gazeta Koha Jon. Meta, takimi me reporterët e Këshillit të Europës, vendi ka nevojë për një klimë konstruktive dhe të përgjegjshme politike. Kryeministri Rama, pushtetin e drejtësisë e kanë kriminalët, të zbatojmë reformën. Paralajmërimi, Manjani, vetingu do përdoret për akmarrje personale. Dita e 10 e protestës së Partisë Demokratike. Basha, Rama po qeverisë vetëm për një grusht njerëzish, duhet rrëzuar. Analiza vjetore, kreu i kontrollit të lartë të shtetit Bujar Leskaj, 176 zyrtarë të paditur në një vit nga kontrolli i lartë i shtetit. Një opinion nga Andi Bushati mban titullin Ikja e prengës nuk është lajmi i mirë. Nga Artan Fuga, në rubrikën Forum, vjen artikulli Vetingun apo zgjedhjet. Speciale, sa pushtet ka Donald Trump si presidenti i Shtetet Bashkuara të Amerikës. Intervista, ndërtesa e Credit Bank, godina me veçanë në Tiranë, janë titujt e faqes së parë të gazetës Koha Jon. Gazeta Sot, në faqen e parë sjell titujt Ruçi mobilizon deputetët pas bojkotit të opozitës. Urdhër të mos dalin jashtë vendit. Frikë se Lëvizja Socialiste për Integrim mund të mos votojë ligjet. Armando Prenga dorëzon mandatin. Nis lufta e Partisë Socialiste Lëvizje Socialiste për Integrim për të marrë deputetin pasardhës, ja skenarët që pritet të ndiqen. Reforma në drejtësi përçan mazhorancën. Socialistët përplasen me Vasilin, rrëzojnë pretendimet për praninë e ndërkombëtarëve. Raporti Bashkimit Evropian, dhuratat, forma e re e korrupsionit në Shqipëri. Ja si i kamuflojnë aferat gjyqtarët, prokurorët dhe zyrtarët para fortunës së reformës. Vijon kontrabanda e cigareve në dogana, importi mbetet në nivele të ulta, 20 milion euro të ardhura më pak se plani. Kreu i kontrollit të lartë të shtetit denoncon 534 milion lekë janë vjedhur buxhetit të shtetit. Institucionet nuk shkarkojnë zyrtarët e korruptuar. Pas vetingut bllokohet edhe reforma zgjedhore. Komisioni nuk mlidhet dot pa opozitën. Palët vetëm një javë afat. Avancimi rus në Shqipëri alarmon Komisionin e Sigurisë. Braho mbështet deklaratat e Ramës, kritika të forta Athinës. Prokuroria fillon hetimet për Bashën pas thirrjeve për dhunë. Socialistët kërkojnë të mblidhet Këshilli i Sigurisë Kombëtare. Një koment nga Besi Bekteshi titullohet Përshtjellimi mes trampizmit, çadrizmit dhe debatikizmit. Nga Pandeli Bardhi, a do t'jetë vallë anarkisti i fundit, janë titujt e faqes së parë të gazetës Sot. Tema në faqen e parë sjell titujt Thirrja e Ramës për Partinë Demokratike. Votoni vetingun dhe pastaj bëni çfarë të doni. Nga Merobaze botohet editoriali me titull Bëjeni lullëzimin të madh përsëri. Nga Keti Bashdari, artikulli Luli si eksperimenti social i doktorit. Nga Bledi Mane, në rubrikën e tij Public Enemy, armiku publik, botohet artikulli Metalik.
Mehmet Dervishi, opinioni ka heronj debatikas në shkollat holandeze. Gjyqtari në Këshillin e Lartë të Drejtësisë, pronari i universitetit më fali 80.000 euro. Ka ndonjë gjë të keqe këtu? Investigimi i skandalit, si i ka vjedhur bankës shqiptarët dhe roli dyshimti i Wesley Clark. Analiza e New York Times, hapja e dosjeve të sigurimit, përpjekje pozitive apo loje politikës. Shqipëria vendi më i varfër, por i dyti në botë për numrin e lokaleve. The Guardian, Ballkani, problemi i vërtet për Trump. Antena brenda familjes, ditari Megi Pjeshkës, sherri për këngët dhe rrahja e DJ-t, janë titujt e faqes së parë të gazetës Tema. Gazeta 55 çelet me titullin Rama, themelluesi i krimit në parlament dhe loja me vettingun. Politikani që solli grupin parlamentar të krimit nuk lëshon asnjëri nga eksponentët e tij. Pasi mbrojti Elvis Roshin, strehoi në Partinë Socialiste të Lezhës Arben Ndokën, nënshkroi pakt politik me vëllezrit Froku, Edi Rama tani po merr peng Komisionin Qendror të Zgjedhjeve, në mënyrë që të mbrohet politikisht edhe Armando Prenga. Basha me ish të përndjekurit, liria kërcënohet nga diktatura e krimit. Demokratët janë në ditën e 10 të protestës para kryeministrisë për zgjedhje të lira, ndërsa kryetari Lulzim Basha ka zhvilluar një bashkëbisedim me ish të përndjekurit politik. Kreu i opozitës theksoi se 26 vjet pas rrëzimit diktaturës komuniste, liria është e kërcënuar nga diktatura e krimit dhe e drogës. Deklarata, vettingu do kaloj pas rrëzimit të qeverisë së bandave dhe garantimit të zgjedhjeve të lira. Ministri Vasili pres reflektim për vettingun, institucionet të reagojnë për operacionin ndërkombëtar të monitorimit. Ish kryeministri Berisha, Rama e nxori banditin nga dritarja për ta futur nesër nga dera. Standardi parlamentar i Edvinit, flet kandidati i Partisë Socialiste në Lezhë, bëra vetëm 2 muaj burg, dua të bëhem deputet në vend të Prengës. Nga Kastriot Islami botohet prononcimi Armando vetvritet me porosi, duke nxjerrë Ramën lakuriq. Analiza e kontrollit të lartë të shtetit në Vlorë, Leskaj, vetëm gjatë 2016-ës dëmi ekonomik i qeverisë shkon në 188 milion euro. Në rubrikën Forum nga gazeta italiane Il Giornale ribotohet artikulli pse bota e financës ndërkombëtare vazhdon të sulmoj Brexitin. Nga The Guardian, harojeni lindjen e mesme dhe Kinën, Ballkani kokëdhimbje për Trump. Një sonet nga Uran Kostreci mban titullin Bomba në legatën ruse. Në brëndësit gazetës 55, sot është suplementi Japonia një mik më i afër se Kina. 3 tituj të tjerë vinë për këtij suplementi në faqen e parë të gazetës 55. Gazeta Ballkan, amnistia fiskale, falja për pensionet dhe bizneset, ligji mbrin për miratim në kuvend. Kush përfiton nga heqja e gjobave? Si do të fshihen me kusht dhe pa kusht detyrimet tatimore të papaguara? Agjencia e Trajtimit të Pronave, kriteret e reja për të marrë kompensimin, vendimet përfundimtare, legalizimet, lista e plotë e përfituesve të qarkut Tiranë, shtesa e re e pensioneve, sa përfitojnë personat që do të shtohen në skemën e përfitimeve. Dorëheqja, Prenga dorëzon mandatin, Partia Socialiste me një deputet më pak. Reform me klikime, Rama fton qytetarët të nënshkruajnë për vettingun. Dërshpërblimi i ish të përndjekurve, afatet e reja për aplikim. Klosi, si do të bëhet punësimi personave me aftësi të kufizuar? Punojësit e policisë 20% deri 50% shtesë page për turnet e natës dhe festat. Hyn në fuqi vendimi. Një opinion nga Luciano Bocci mban titullin Rama ngatroi kekun me byrekun. Nga Arbeni Saraj, a kemi shtetar parimor dhe sovran për reformën në drejtësi? Nga Maksim Sinemati, të fuqishmit e Ballkanit luftë kundër Sorosit. Klubi i Ballkanit, nga Artan Fuga botohet artikulli po sikur të çmenden të gjithë deputetët. The New York Times, hapja e dosjeve të sigurimit, si do të veprohet me ish bashkëpunëtorët, një përpjekje pozitive apo loje politikës, janë titujt e faqes së parë të gazetës Ballkan. Gazeta Standard çelet me titullin Thyen ligjin dhe premtimin, zbulojnë rastet. Pa u miratuar plani vendor, Velia jep leje ndërtimi. Erion Velia i premtoi në fushat, nuk jap leje ndërtimi, po sot ç'po ndodh? Parking edhe tek rruga Elbasanit,
Çfarë fshihet pas trendit të kryebashkiakut për parkingjen nëntoksore? Preken edhe 7 xhuxhat. Zonja Vlautin, po me 2 fish çmim se e more vilën. Po për kriminalët dhe drogën, pse nuk flet? Ambasadorja flet për herë të parë. Vila, trillimi disa politikanëve. Meta me bashkëraporterët e Këshillit të Europës, transparencë maksimale për zbatimin e ligjit të vettingut. Presioni i prokurorisë, dekriminalizimi, prenga dorëzon mandatin e deputetit. Po loja e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve ku mbeti? Një opinion nga Edison Ypi mban titullin Hidroportale. Dita e 10, Basha, sot kërcënohet liria nga kryeministri që shkel kushtetutën dhe mbron kriminalët. Dhunohen binjaket, morën pjesë në protestën e Partisë Demokratike. Babai i qeverisë, kaq poshtë rat. Një analizë mban titullin Kush bllokon ndërtimin e akseve kryesore rrugore të vendit. E qelluan me vezë, dënohen studentët që sulmuan Ramën në vitin 2015. Do kryen 6 jetor punë vullnetare. Pikante, nga Majlinda te Grida, vështirësia të bërit opozit kur mendon se je e bukur. Janë titujt e faqes së parë të gazetës Standard. Gazeta Fryma e Re në faqen e parë sjell titujt Fryma e Re demokratike. Siguria e votës nuk vjen nga qeveria teknike, por nga ligji. Bamir Topi, disa politikanë janë hipokrit në reformave që kërkon perëndimi. Kadavrat politike po kërkojnë kaos. Editoriali sotëm mban titullin Reforma zgjedhore në agoni, po lejetimi institucione që nuk garantojnë më asgjë. Nga Ardian Elezi botohet artikulli Komente, sfida dhe probleme të projektligjit të shërbimit përmbarimor privat. Nënkryetari i Bashkisë së Tiranës, Seferi, i hapëm rrugën kredive të buta nëpërmjet subvencionimi interesave të kredisë. Vettingu, ambasador Lu dhe Vlautin në bordin e operacionit ndërkombëtar të monitorimit, garanci për sukses. Ekonomi, programi ekonomik, Fondi Monetar Ndërkombëtar lë porositë e fundit, vazhdoni reformat. 26 shkurt 1951, ekzekutimi 22 martirëve të asaj që quhet dinamiti në legatën sovjetike, janë titujt e faqes së parë të gazetës Fryma e Re. Gazeta Rilindja Demokratike në faqen e parë titujt Ultimatumi, protesta, shkelma dhe grushta 2 motrave. 2 motrat binjake, Antoneta dhe Gladiola Hatillari, kanë qenë duke ecur në bulevard, kur 2 personat kanë dalë nga një lokal që ndodhet përballë shkollës industriale dhe i kanë goditur me shkelma dhe grushta pse shkuan në protestë. Ultimatumi i Bashës për polici. Armata e përmbysjes. Qindra mirat e protestës së 18 shkurtit dhe 10 ditët në sheshin e Lirisë paralajmërojnë fortunën që po vjen. Nga Ndriçim Kulla botohet artikulli Çadra e protestës si një agora e demokracisë. Nga Hamid Taka, një intervistë në vendin dhe kohën e duhur. Nga Biqerem Tafaj, një mision historik. Nga Kastrot Islami, Armando vetvritet në thonjza me porosi. Vajza që shfrytëzoi Artur Bushi po prostituohet sërish nga vllai i tij. Pse jam mbathi Rama dje nga Universiteti Bujqësor në Elbasan? Ndryshohet agenda në momentin e fundit pas informacioneve se do pritet me protesta. Mesazhi i CDU-s: merrni në dorë fatet e vendit tuaj. Gjermania, Europa dhe tërë bota kërkon të dëgjojë zërin tuaj. Të rinjtë e Merkel i bashkohen çadrës së protestës. Janë titujt e faqes së parë të Rilindjes Demokratike. Gazeta Integrimi çelet me titullin Duhet përgjegjësi politike. Ilir Meta, të garantojmë standardet më të larta bashkëkohore në zgjedhje. Kryetari i Kuvendit priti bashkëraporterët e Asamblesë Parlamentare të Këshillit të Europës. Transparencë maksimale për zbatimin e besueshëm të reformës në drejtësi, në veçanti ligjit të vettingut. Analiza vjetore shërbimit përmbarimor shtetëror, Petrit Vasili, drejtësi e realizuar është një drejtësi në të cilën vendimi ekzekutohet. Lëvizja rinore për integrim dhe lëvizja e gruas për integrim zhvillojnë takime në qarkun e Fierit. Të rinjt, gratë dhe vajzat, kontribut themelor në lëvizje socialiste për integrim për të garantuar një shans për të gjithë. Analiza vjetore Autoritetit Kombëtar të Ushqimit, Panariti, krijimi i kodeksit të sigurisë ushqimore rrit cilësinë dhe sigurinë. Intervista e deputetit të Lëvizjes Socialiste për Integrim, Ylli Sheu,
Vëmendja dhe shërbimi me përullësi ndaj çdo qytetari, vlera të Lëvizjes Socialiste për Integrim. Silva Caka, takime me banor në Skrapar. Lëvizja Socialiste për Integrim, rol të pazëvendësueshëm për bërjen e reformave të mëdha për vendin. Intervista, kryetarja e Lëvizjes së Gruas për Integrim Kams, Armanda Praleka, integrimi grave në jetën sociale dhe politike, objektivi ynë kryesor. Një koment nga Imbi Paju mban titullin Psikanaliza e gjeopolitikës së sotme globale. Këto janë titujt e faqes së parë të gazetës Integrimi. Gazeta Panorama Sport, luksi Federatës Shqiptare të Futbollit, 3 milion euro për selin e re. Nuk mjaftojnë 4.000 metra katror zyra të stadiumi i ri, shpenzim për të tjera. Në mars pritet të nisin punimet pranë ish kompleksit Dinamo. Nga Besnik Dizdari botohet editoriali me titull Cila është mendësia e Federatës Shqiptare të Futbollit. Flamurtari, Idrizi bën lëmsh mbi jetesën. Jemi 27 pikë, nuk ka burr të na rrëzoj. Administratori i klubit Vlonjat pret rikthimin e 16 pikëve të hequra. Gati dosja për gjyq civil. U dënuam se lojtarët nuk paguajnë sigurimet. Duhet vetting edhe për Federatën Shqiptare të Futbollit. Një speciale mban titullin Dali Faruku, legjenda e Burrelit që shënoi gol pa luajtur. Fiksimi i Sadikut, i shënoi Italis. Sulmuesi i Kombëtarës, jam në formë shumë të mirë. E shpëtoi edhe Luganon. Partizani, Malota, jemi për titull, ja tensioni me Pejiçi në Kukës. Kategoria e parë, fiton Beslidhja, Tomori paqe me Dinamon. Sot ndeshja, Juvja kundër Napolit, Allegri do tripletën. Itali, plan madhor, kinezët duan Conten tek Interi. Pronësia, Arrigo Sacchi e konfirmon, Milani ushqit. Angli, hoqën Ranierin, Leicesteri jep leksion Liverpoolit. Janë titujt e faqes së parë të gazetës Panorama Sport dhe kemi lexuar kështu të gjithë titujt e faqeve të para të gazetave që kanë mbritur në studion ton këtë mëngjes. Dhe tani si gjithmonë ju ftoj në numrin ton të telefonit 0522 302 53 për të sjellë këtu gjithçka që gjykojmë të rëndësishme në këndvështrimin qytetar. Por më parë do ftoj regjin të transmetoj një blok informacionesh të tjera dhe rikthehemi pastaj sërish së bashku në studio.